Është verë, fëmijët për pak ditë do jenë vetëm në shtëpi, ose prindrit duhet të gjejnë mënyra të tjera kreative se çfarë të bëjnë, ku t'i dërgojnë në këtë sezon pushimesh, ose se si të ndërtojnë një marrëdhënie të shëndetshme, pra si ta shfrytëzojnë në formën e duhur. Kështu që për të marrë këshillat e duhura, kam të ftuar në studio psikologin Lorela Garuli. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Lorela. Mirë se të gjej, faleminderit. E nisa duke përmendur faktin që po mbaron shkolla, ose për ata që janë në këto klasat e para, e kam përfunduar tashmë një pjesë e mirë dhe kemi të bëjmë një shkëputje nga procesi arsimor, nga çerdhet apo nga shkollat. Është një shkëputje që ndikon tek psikologjia e fëmijës. Ta nisim nga këtu për ta vijuar më tej bisedën. Po, është periudhë pushimesh, domethënë është një shkëputje që normalisht është e shëndetshme dhe do duhej në gjykimin tim, domethënë ti shërbente pushimit pothuajse absolut. Do thoja unë. Pra, në një farë mënyrë duhet patjetër që të punojmë për t'i parapërgatitur fëmijët, që tani është një moment i duhur për të ndryshimi i rutinës, po, patjetër. Shpeshherë shihet kjo periudha e verës pak e lidhur, po themi me, domethënë mbaron kopshti parashkollore apo shkolla dhe duket sikur fëmijët duhet t'i gjehet një rutinë e re në kuptimin e aktivitete të reja. Tani, një gjë është pamundësia e prindërve normalisht kuptueshëm, sepse ndryshe nga fëmijët ata nuk kanë 3 muaj pushim, vazhdojnë punën, dhe një gjë është nevoja reale e fëmijëve gjatë këtyre muajve. Siç edhe e thash, unë jam në gjykimin tim, domethënë, është e rëndësishme që kjo të jetë periudhë e plot pushimesh. Domethënë, nuk jam dakord me faktin që fëmijët të marrin detyra me vete gjatë verës, që të kenë ku diun lexime jashtë-shkollore. Dakord, është një gjë që të lexojnë diçka për qef dhe një gjë tjetër që të jenë plotësisht të angazhuar. Sepse një herazi ekziston edhe frika, Lorela, se ndoshta gjatë këtyre muajve të pushimit, janë 3 muaj, është kohë goxha e gjatë, mund të ketë edhe një rënje të informacionit, rënje nga mësimet që mund të reflektohet pastaj në fillimin e sezonit të ri, kështu që mbase kjo është parë si forma e duhur për t'i mbajtur të angazhuar. Po, e kuptoj. Megjithatë, psikologjikisht besoj që përgjithsisht kush punon edhe me fëmijë, jo vetëm në kontekste edukimi, por edhe në kontekste klinike, si në rastin tim, që punoj dhe me fëmijë adoleshent, përveç se me tritur, ajo që vjet re përgjithsisht që nga fundi majit, fillimi qershorit, është që janë shumë të lodhur. Janë të lodhur, të raskapitur, kjo përkon sigurisht edhe me faktin që fillon vapa, ngren temperatura, dita zgjate, duan më shumë të dalin jashtë, të luajnë etj etj. Dhe me këtë dua të them që fakti që ka kaq lodhje, është e kuptueshme që nuk duan ta kalojnë verën gjithashtu me detyra. Domethënë, pavarësisht këtij merakut se mos harrojnë informacionet e marra, do vinë në një vit tjetër akademik, i cili prap domethënë po me atë çështje do merren. Kështu që në një farë mënyre është e pashmangshme pjesa e informacionit, por unë këmbgul tek nevoja për pushim, dhe kur them pushim, flas për pushim aktiv, për pjesën e lojrave, aktiviteteve që mbase nëse gjatë vitit për shumë bëjnë jetë sedentare, rrinë shumë ullur, rrinë, po themi, dhe më triturit para ekraneve, apo para, ti po flisit me herët për pjesën e detyra, ChatGPT-s, dhe unë i them ChatGPT, në fakt. Që thash, okej, tani do e mësoj në këtë pikë, do me thënë, ajo që është e rëndësishme është që mbase të aktivizohen më shumë fizikisht, nga ana motorike, kush ka mundësi të kaloj më shumë komplazhe, gjitha këto. Do me thënë, nuk e shikoj shumë të nevojshme që vera të bëhet një periudhë tjetër kursesh apo detyrash. Po, nga ana tjetër, një tjetër shqetësim shumë i madh i prindërve është edhe lidhja dhe raporti me teknologjinë, që së pari mund të ketë nisur si një shpëtim i kohës për të kryer disa detyra në shtëpi apo detyra profesionale, dhe pastaj po është i shenjtë ndikimin që ka tek fëmia, dhe ideja është si mund ta shfrytëzojmë verën për këtë detoksifikimin digital të fëmijëve. Idealisht i ke shumë drejt, po në fakt paradoksalisht në verë ndodhe kundërta, domethënë ajo që do duhet ishte periudhë detoksi kthehet në një bumerang pikërisht si rrjedhoja e orëve shumë të lira që kanë fëmijët. Faktikisht ky është një shqetësim konkret, domethënë pavarësisht çfarë synojmë idealisht, problemi kryesor është çështja e rutinës edhe oraret e prindërve, e punësimit të tyre dhe mundësitë apo pamundësitë që kanë shpesh herë, po themi, përqendruar me fëmijët. Dikush e zgjidh duke i çuar nëpër kampe, që gjithsesi aty ka aktivitete dhe nuk rrin
me telefon. Dikush tjetër e zgjidh nëse kanë kushërinj, po themi apo gjysher, o që një kohë mund të shkojnë plazh, një kohë mund të shkojnë me pushime, që mund të kenë një shtëpi jashtë qytetit, që mund të jenë për shembull në një qytet tjetër, në fshat, pra që fëmijët qëndrojnë pak më shumë afër natyrës. Kjo do ishte idealja. Nuk mund të propagandojmë, do thoja fiks këtë term, të largohet fëmia nga telefoni e para kur vetë prindi qëndron aty gjatë. Kjo është e pa diskutueshme dhe e pa negociueshme, jo vetëm për telefonin. Është modeli. Po sigurisht, tani sa i besueshëm jam unë, ose është një prind kur me telefon dorë thot i qeti telefonin. Më thënë, e qartë dhe është shumë e qartë që ky nuk është argument dhe nuk je fare i besueshëm thoja në këtë sens. Kështu që do ishte e rëndësishme nëse pra dhe nga ana tjetër po thoja i pari është modeli i prindit dhe i dyti është mbushja ose aktivizimi i fëmijës me aktivitete tjera. Fëmijët mund të rrinë pa telefon, pa diskutim, por është detyrë e prindit jo gjithmonë e lehtë dhe jo sepse jo të gjithë edhe kanë mundësinë apo kohën apo edhe krijimtarinë apo fantazinë që t'i bëjnë fëmijës aktivitete tjera. Po ta vëmë re shpesh për shembull kafe, duke pirë një kafe, ka fëmijë që i shikoj, jo shpesh, fatkeqësisht, por i shikoj, që për shembull kanë ca vizatime, kanë lapsa me vete, po ngjyrosin, po bëjnë një art craft. Dhe këtu sigurisht kuptojmë që është angazhuar prindi që të mos rri fëmia me telefon, sepse ka dhe një gjë, telefoni është shumë tërheqës, në përgjithësi, domethënë teknologjia. Patjetër, domethënë ne vetë po të na thuash a do rish 20 minuta duke lexuar apo duke bërë scroll, krejt të padobishëm, patjetër që ky i dyti është më tërheqës sepse ka arsyet e veta, vetë informacioni është shumë i larmishëm, po në terma afatgjatë kjo na dëmton shumë, na dëmton vëmendjen, përqendrimin, dhe në fakt fëmijët kanë filluar të kenë shumë probleme lidhur me këtë, mbase kjo është një temë tjetër. Por ajo që po thoja është që është detyrë dhe po themi e prindit të gjejë alternativa zëvendësuese të telefonit. Është e mundur e përsëris që fëmia të rrijë pa, por sigurisht që do duhet që ky i fundit prindi pra të shpike të gjejë lloj lojrash që ta mbajë fëmijën të angazhuar. Unë besoj që tani kjo çështje e varësisë nga teknologjia është pak çështje globale. Domethënë, është pjesë e epokës. Nuk mendoj që mund të synojmë apo të kemi pritshmëri që të jemi krejt të shkëputur nga kjo. Është pritshmëri realiste. E mira është reduktohet. Domethënë, të vendoset një kohë, të menaxhohet, kryesorja është menaxhove çfarë po shikon fëmia, okay? Domethënë, një pyetje që do doja patjetër të ta bëja, Lorela, ka të bëjë edhe me marrëdhënien e prind fëmijë. Pra, si t'ja vendosim limitet fëmijës, pa e dëmtuar emocionalisht. Fëmijët janë në natyrë shumë të brisht dhe ndonjëherë t'ia thua gjërat jo me një gjuhë të duhur indikon. E ke fjalën për limitet në përgjithësi tani. Për limitet në përgjithësi, po edhe tek teknologjia, se po e nisim nga teknologjia në fakt. Komunikimi është pika kyçe, domethënë është ajo që ndërton ura në një farë mënyre. Kur them me komunikim, flas me të folur të sinqert, duke respektuar fëmijën si një individ, pavarësisht që s'është i rritur, po themi fizikisht apo kronologjikisht, por si një individ me drejta të plota dhe duke respektuar të drejtën e tij, po themi, për t'u informuar, për t'u shpjeguar dhe jo, po themi, me fraza të tipit këtë e bëj unë, vendosun se unë jam prindi e di unë, ti je i vogël etj. Kështu që komunikimi është i pari, duke i shpjeguar edhe që shumë kufizime bëhen për ta mbrojtur, okay? Domethënë, ashtu siç do mbronin, po themi, edhe një të afërm që është i brisht, që është smur, që ka nevoja të caktuara, që nuk vendos dot për vete 100%, njëjtën gjë do bënim edhe me fëmijët, por duke negociuar. Domethënë, flitet me fëmijën dhe unë shpeshherë quaj kontrata në thonjza, domethënë ose tërhiqem ose put në gjuhën popullore, pra çfarë do fëmia, cilat janë pritshmëritë e prindit dhe gjehet një vije mesme. Një vije mesme e cila i shërben marrëdhënies në fund të ditës. Përmendë kampet verore, ama duhet të pranojmë që jo të gjithë kanë mundësi, po edhe dëshirë dhe siguri që të dërgojnë fëmijët në kampe verore. Unë kam dëgjuar shumë raste personalisht, por është trend, ka ca vite. Po, besoj për t'i dërguar fëmijët në kampe dhe deri diku është edhe e kuptueshme. Patjetër. Por si ta mbushin verën e një fëmije me aktivitete argëtuese
që në mënyrë që të mos duket e mërzitshme ajo periudha e pushimit. Sepse edhe pushimet vjen një pikë që bëhen të lodhshme nëse nuk e asgjë për të bërë. Po, këtu do bëj një parantezë që gjykoj është e rëndësishme të digjohet, të dihet, do më thënë. Fakti që konsiderohet për zhvillimin, po themi mendor, intelektual të fëmijës, është e domosdoshme që ai të mërzitet në kuptimin jo të mërzitet si emocion negativ, por të ketë atë rutinën e vetë, sepse në këtë mënyrë mund të jetë pak më kreativ. Në momentin që dita e një fëmije, këtu po flas në përgjithësi dhe jo vetëm për verën, është e mbushur, pra një fëmijë të cilët për shembull janë në shkollë, direkt nga shkolla shkojnë në sport, pastaj nga sporti shkojnë ku diun në një kurs tjetër, pastaj dhe mblidhen në orën 8 në shtëpi. Pra 7 me 8, 12-13 orë janë jashtë. Ditën tjetër ka një aktivitet tjetër, etj, ka një ku diun një kurs arti, etj. Nuk këshillohet që t'jetë kështu, sepse është e nevojshme që fëmija dhe të mërzitet, po edhe të mos ketë që të bëj, edhe të filloj të marrë lojra, që në fakt janë lojra në përshpi, të stajoj pra në një farë lojra, ku tira gjëra që ti përshtas. Kështu që me këtë dua të them që nuk kanë nevojë që dhe vera, dita pra në verë, që dhe më e gjatë janë më shumor, po ato orë janë, po më shumor edhe për dalë jashtë, po themi, të jetë plot 100% me aktivitete. Një pjesë mund të jetë edhe rutinë e zakonshme. Pjesa tjetër mund të dedikohet aktiviteteve të zakonshme, pra nëse fëmia gjatë vitit akademik ndjek një kurs, një sport të caktuar, mund të vazhdoj ta ndjek. Nëse fëmia ka një pasion të caktuar apo një hobi që në një rast caktuar mund të jetë leximi, mund të jetë një instrument muzikor, mund të jetë vizatimi, e me radhë, ka shumë aftësi që fëmijët kanë dëshirë të bëjnë, mund t'i dedikohet. Pra vera mund të shikohet si një mundësi jo shumë e përsëris për të zhvilluar nga ana akademike, sesa nga ana, po themi, e pasioneve dhe interesave. Po, një fëmijë i mërzitur, si mund të identifikohet, pra si mund të dallohet nga prindi? I mërzitur përveç faktit që mund ta shpreh, që është një prej mënyrave, po një fëmijë i cili preferon ta mbaj për vete faktin që është mërzitur duke qëndruar në shtëpi duke mos bërë asgjë. Tani, kam përshtypjen kjo lidhet pak edhe me pritshmëritë e prindërimit. Domethënë, nuk mendoj se është të thënë që prindi duhet të ketë parasysh, domethënë që gjatë gjithë kohës fëmia të ketë aktivitete të pasura. Ideja është që nëse flasim për prindërim të shëndetshëm apo për rritje të shëndetshme, janë të tjera kritere ato që janë bazat psikologjike, është nevoja për të ndjerë i dëgjuar, i mbrojtur, i sigurt, i mbështetur, për të pasur empati, kështu që edhe nëse 2-3 orë fëmia mërzitet pak sepse nuk ka çfarë të bëj, siguroj që nuk e gjen asgjë e keqe apo serioze nga kjo. Përkundazi është edhe ajo diçka që duhet, me të cilën duhet të mësohet, sepse do mërzitet edhe kur të jetë në një moshë madhore. Po, kjo është shumë e rëndësishme, fikse, e the shumë sakt, sepse faktikisht edukimi dhe fëmiria duhet ta përgatisë për jetën, jo për një standard që nuk ekziston. Lorena, në përfundim të japim disa këshilla praktike, çfarë të bëjmë gjatë verës me fëmijën, ta shfrytëzojmë edhe ata si prindër, po edhe fëmijët për të kaluar një kohë sa më cilësore dhe për të pasur se çfarë të tregojmë kur të rikthehen edhe një herë në shkollë. Se të paktën nga fëmijëria ime, unë e kujtoj që rikthimin në shkollë ti e kishe bërë planin se çfarë do t'i tregoje, cilat ishin aktivitetet më interesante, që të kishin mbetur në mendje gjatë verës dhe që do t'ua rrëfeje edhe miqve dhe shokëve. Po, kjo lidhet me kujtimet dhe shumë e rëndësishme. Vera pikrisht në gjykimin tim duhet shërbej si një periudhë çlodhjeje, pushimi, shumë e rëndësishme kjo, sepse prandaj s'ka shkollë gjithë vitin, pra fëmia duhet të pushojë, duhet të çlodhet, duhet të relaksohet, duhet të qetësohet, duhet të luajë, duhet bëjë aktivitet, duhet i dedikojë kohë aktiviteteve që i pëlqejnë dhe më pak detyrimeve, pra detyrave jashtëshkollore nëse i është dhënë, dhe sigurisht është një periudhë që i shërben edhe pushimeve familjare, jo vetëm të fëmijës, dhe i shërben edhe ndërtimit të kujtimeve që sigurisht mbeten ndër dhuratat më të mira të fëmirisë së hershme. Për shembull, tani më kujtua fëmijëria, ne çdo verë kur ktheheshim nga plazhi kishim gjetur një shoqë apo një shok të ri. Dhe pyetja e fundit fare kjo, çfarë të bëjmë në rast se fëmia nuk pranon të socializohet? Pra nëse i themi shka se janë aty fëmijët e tjerë, po refuzon ta bëjë këtë. Duhet parë nëse është thjesht natyra e fëmijës, nëse ka një vështirësi, nëse ka pasur ndonjë përvojë negative, nuk ka një përgjigje fikse për këtë, duhet parë pak më në detaje. Sepse është shumë individuale në varësi. Po, e rëndësishme është që të kuptohet dhe nëse ka nevojë për ndihmë të ndihmohet. Lorena, të falenderoj për bisedën, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju.
Faleminderit edhe ju miq të Star që na ndoshët deri në këto momente.